Hey miq, përshëndetje. Mirë se keni ardhur sërish këtu në Okult Ezoterisë. Sot do të flasim për një temë pak interesante, por shumë e komplikuar nëse ne i futemi seriozisht. Do të flasim sot për pjesën e simulimit. Apo jetojmë ne vërtet në një simulim, në një matrix? Kam dashur të ndalem shumë kohë më përpara me këtë temë, por nuk e shihja veten gati që të bëja një emision ku të shpërndaja pikpamjet e mia, por më shumë të menja dhe mendimin tuaj. Këtë emision dua ta trajtojmë në mënyrë bashkëbisedimi. Si? Unë do t'ju tregoj pikpamjet e mia dhe pres nga ju të më tregoni dhe ju pikpamjet e juaja, duke më bërë komente dhe analizat tuaj që keni vënë re. Shpeshherë duke u marrë me filozofi dhe me mendime analitike, ndonjëherë më nga të gjitha këto erët që unë përpiqem të bëj analiza, më duket sikur diçka nuk shkon. Do shta dhe ju e keni provuar këtë ndjesi dhe keni menduar se është me të vërtet diçka që nuk po shkon, por ti nuk e di se çfarë është ajo eksaktësisht. Dhe her pas here më ndodh që të rikthehem studimeve të mia, leximeve të mia, por edhe atyre gjërave që unë kam filluar t'i praktikoj, sepse ato që unë mësoj nëse nuk i praktikoj mbeten gjithmonë si ëndrat në sirtar, ose si dije me vlerë të cilat nëse nuk i përdor janë ende të kota. Po rishikoja pak disa nga degët e ezoterizmit, siç është hermetizmi, për shembull, te ky Baljoni na thuhet se universi është mendor. A mos është ky një simulim? A mos ne po jetojmë në një botë të simuluar, në një matrix nga një inteligjencë shumë herë më e lartë, jo artificiale, por nga një qytetërim shumë herë më i avancuar në dimensione më të larta, ku ne na ka projektuar për këtë lloj forme dhe ne na mban këtu për të na marrë atë energjinë tonë. Dhe ne thjesht jemi si ata peshqit në vask që vërtitemi në ata habitatin tonë dhe mendojmë se ne i dim gjërat. Dhe hermetizmi më bëri që të reflektoja sërish për këtë temë, por jo vetëm hermetizmi, unë shkova dhe te hinduizmi apo vedantat, ku tregojnë se e gjithë bota është një maja, thonë, që do të thotë është një iluzion. Pra, mos po thonë që është vërtet një simulim, por e njëjta gjë më ndodhi dhe kur hasa jetën e filozofit dhe matematicintit të madh Descartes, René Descartes, francez, rreth viteve 1536 ka lindur mos gaboj, dhe ai thot një shprehje shumë të famshme ku atje e përmend shumë bukur: Gorgito ergo sum. Unë mendoj, prandaj ekzistoj. Descartes quhet për mënyrën e analitikës ose analizmit të gjithë shkaje që ne na rrethon. Ai mendonte se ne jemi të simuluar nga një demon, që ai e quante demoni i keq, ose një qenie që përdorte të gjithë energjinë e saj që ne të na mashtronte dhe të na vendoste në këtë kurth, në planetin ton, duke na mbajtur të shpërqendruar nga e vërteta. Megjithatë, ai flet se ne duhet të dyshojmë në gjithçka nëse vërtet e mbajmë veten si një studiues, dhe kështu ju do të keni mundësinë të njihni pjesën e vërtetë ose të vërtetën. Ai thot se e vetmja gjë që ky demoni të mos ose nuk e ka fuqinë që ta manipuloj është vetëm vetëdia. Pra, edhe në historitë e tjera të qytetërimeve të ndryshme apo filozofive të reja, si për shembull gnostikët, që thonë se
botën këtu e komandojnë disa qenie të ulta, në nivel shumë të ulët, ku ato e manipulojnë jetën në tokë. Pra, e bëjnë një lloj simulimi me zotin e tyre të rem, Demiurgun, dhe këta kontrollorët e këtij lloj sistemi ose e tokës tu quhen arkon. Dhe toka pretendohet sipas gnostikëve njihet ndryshe si the farm, ferma. Dhe ne jemi kafshët. Dhe të njëjtën gjë përdor edhe sot si emër CIA për trajnimin e agjentëve. The farm, ferma është vendi ku të gjithë agjentët që regjistrohen në CIA vënë dhe trajnohen. Ndoshta është rastësi, nuk e di. Por çfarë janë këta arkonët? Këta arkonët, sipas leximeve që un kam bër, janë kontrollorë të sistemit. Këta përpiqen të manipulojnë të gjithë rrafshin fizik, do me thënë materjen, nëpërmjet shumë aftësive të tyre që kanë, por duke ndikuar tek mendimet e individëve. Këta të ndikojnë nëpërmjet ëndrave dhe nëpërmjet mendimeve, sepse nëse do të bëheni jo lojtari, por vëzhguesi, do të kuptoni se ju nuk keni qenë kur lojtari. Dhe për këtë e shpjegon shumë bukur filmi The Truman Show me Jim Carrey, ku ai është një film komedi, por ka tipare shumë të thella mbi pjesën e simulimit të qenies njerëzore. Dhe në këto raste janë disa pjesë ku në simulim njihen ndryshe si variabla. Çfarë janë variablat? Për shembull, një variabël është kur ne na ndodh të ecim në rrugë dhe të parandjejmë ose të ndjejmë ose të mendojmë se do të atakojmë një person ose do ta shohim një person dhe për çudi për 3 ose 10 minuta ai persona shfaqet në rrugë. Kjo është një variabël, ose për shembull déjà vu. Déjà vu ndodhin në shumë tradita, sidomos në pjesën e ezoterizmit, njihen ndryshe si ato udhëtimet e shpirtit kur pastrohet memoria dhe shpirti kalon në një trup tjetër. Është kjo pjesa ku në anën e simulimit njihet si një gabim në kodin e universit dhe diçka nuk po shkon mirë. Dhe ky personi që e përjeton këtë duket sikur ka qenë atje më përpara, ka ndodhur ky rast, kjo rrugë, të njëjtat njerëz, të njëjtat gjëra dhe ti po e përjeton sërish të njëjtën gjë. Këtë gjë e shpjegon edhe shumë bukur tek filmi Matrix, ku bëri një boom shumë të madh në vitin 1999, mos gaboj, ku ky film paraqiti për herë të parë idenë e një simulimi nga makineritë, nga inteligjenca artificiale. Por atje shpjegohet shumë qartë se inteligjenca artificiale ose makineritë kanë arritur një inteligjencë shumë herë më të lartë dhe na përdorin ne si gjenerator, duke na mbajtur në disa torpide të mbyllura, të vaska të mbyllura me një lend ujë, le ta quajmë këtë, apo stafate, dhe duke lidhur trurin me një lloj simulimi, të cilën e prodhonte kjo industria e këtyre makinerive dhe ne na mbanin të fjetur në gjumë duke na marrë të gjithë energjinë vitale dhe duke fuqizuar veten e tyre. Pra ne ishim thjesht si një bateri generatori për gjithë industrinë e tyre të madhe. Kjo vuri ndyshim realitetet e shumë njerëzve, por kjo mbetet gjithmonë teori dhe unë gjithmonë pres pikpamjet e juaja, si e shikoni dhe ju këtë pjesë. A keni pasur ndonjëherë variabla të kësaj natyre ose gabime si déjà vu? Çfarë keni ndjerë, po ëndrat për shembull? Dhe çfarë mendoni për pjesën e gjithë kësaj lloj simulimi ku ne i ngjasojmë atij lojtarit? Për shembull, po ta mendoni rreth 40 ose 50 vite para, lojrat që kishim ne në PC game ose në kompjutera ishin shumë të thjeshta, ishin për të thënë vetëm 2D
që do të thotë kishe vetëm një pamje dhe ti vazhdoje të luaje në atë. Por pas 40 viteve, sot ke një hap shumë gjigant, shumë të madh në industrinë e gaming, në industrinë e simulimit. Sot lojrat janë bërë pothuajse reale po ti shihni. Dhe me shumë mundësi, nëse vazhdon me këto hapa, pse jo ne të mos jetojmë në një loj, në një simulim, në një multivers gaming, sepse duke ecur me këto hapa ne nuk do të jemi të aftë ta perceptojmë realitetin, do të jetë loj apo do të jetë realitet. Një nga këto filma që unë do t'ja u sugjeroj fort që të shikoni se si ndërtohet simulimi nga avancimi i teknologjisë është Westworld, ku një nga këto serit tregon me detaj se si brenda këtyre simulimeve fillon të krijohet nënvetëdia dhe rebelohet krijuesi, do me thënë rebelohet simuli nga krijimi, nga krijuesi në këtë rast, ku ato përfitojnë një lloj inteligjencë shumë të madhe dhe fillojnë që ta thyen kodin që kanë të tyre këto simulime, për shembull njerëz apo një qytet i tërë, dhe fillojnë të gënjejnë atë programuesin. Megjithatë, jeta ose simulimi i ngjason pak një loje gaming ku ti je karakteri dhe po ta keni vënë në të gjitha lojrat që luhen, ti mund të bësh çfarë të duash në aspektin e lojës brenda. Po marrim një lojë shembull, lojën e famshme PUBG Mobile ose PUBG PC. Është një nga lojrat e trendit modern, mosha e madhe nuk ka lidhje me këtë pjesë, por po flas për pjesën e adoleshentëve dhe pjesën e rritur, siç është pjesa jon, ku nga bërë shumë përshtypje sepse unë vërtet e kam luajtur edhe kam përjetuar emocione me miq detyrimisht në kohë të caktuara dhe momente argëtimi me vetëdije të plot për këtë. Kam parë se unë aty kisha mundësinë të shtriesha, të luftoja, të bëja çdo gjë në atë lojë, por të bëja vetëm gjërat që loja më lejonte. Unë kur nuk e shikoja programuesin, unë kur nuk mund të dilja nga loja. Pra, unë isha karakteri, ai personaliteti ose personazhi me një karakter të caktuar, me një aftësi të caktuar të cilën personazhi e merrte nga drejtuesi, nga unë që drejtoja lojën, dhe e shfaqte atje. Mos dhe vallë ne jemi në të njëjtën fazë, por me pikpamje shumë të mëdha dhe shumë të pa imagjinueshme nga mendja jonë e vdekshme. Pra, simulimi është një metodë ku ne jetojmë në një realitet krejtësisht të monitoruar. Pra, universi mos është një burim kodesh eksakte matematikore të cilat nuk na lejojnë ne ta thyejmë këtë. Dhe ne na mbahet gjithmonë në këtë pjesën e rutinës, rutinë duke u përpjekur që gjithmonë të vëmë të flemerët që të kapim rutinën e të nesërmes. Mos ndoshta edhe ne jetojmë në një simulim dhe nëse supozojmë se jetojmë në një simulim ose ka një realitet dhe shumë realitete janë të simuluara. Sa do të ishte përqindja që ne të jetonim në një nga realitetet e simuluara dhe në një nga dhe në realitetin fizik më saktë, atë realin. Pra, mundësia që ne mund të jetojmë në një realitet jo real është shumë herë më e madhe se sa ajo që ne pretendojmë. Megjithatë, mua më ka bërë shumë përshtypje sepse nuk po e zjat shumë këtë temë, dua që ta bëjmë në formë bashkëbisedimi, unë po e çel, po nxjerr pikpamjet e mia të cilat i kam të mbledhura, të kultivuara, por edhe të dyshuara nga ana ime, për të rritur një formë komunikimi bashkë dhe për të ndarë mendime se çfarë është në të vërtetë kjo. Si e shikoni ju, për shembull? Zakonisht në Bibël më ka bërë shumë përshtypje kjo ku thot Jezu Krishti thot se mbretëria ime nuk është e kësaj bote. Çfarë ka dashur të thot drejt për së drejti me këtë në Bibël? Ndoshta i referohej që ne jemi të mbyllur në diçka dhe ai vjen si për shembull në ato lojrat e famshme ku krijuesit e lojrave dërgojnë një
një pjesëtar të stafit ose një administrator që vetë dhe i flet simulimit ose vetë dhe luan me simulimin dhe simulimi nuk e kupton këtë. Mos ndoshta ka qenë kështu. Mos ndoshta ai ka thënë se ne vim nga një dimension tjetër dhe vendi ku vi unë është shumë e herë më i zhvilluar se ju. Ose për shembull filmi Interstellar. Nuk e di sa e keni parë, por janë ca gjëra që vërtet mua më bëjnë që të dyshoj ndonjëherë mbi realitetin. Dhe nëse nuk e dyshuar kur mbi realitetin ku jeton, me siguri ende nuk e zgjuar nga gjumi. Për shembull në filmin Interstellar, atje në fund tregohet për disa qenie të cilat kanë kaluar evolucion shumë të madh në aspektin e tyre nga fizik në shpirtëror dhe kanë kaluar në një dimension të quajtur dimensioni 5D. Dimensioni 5 ku hapësir koha nuk futet më në punë dhe ata nuk janë më fizik. Mos ndoshta ekziston një qytetërim më i avancuar, shumë herë më i avancuar që ne na mban në një simulim për faktorët e tyre ose për gjërat e tyre të cilat i nevojiten nga aspekti jon. Mos ndoshta arkonët janë ata kontrollorët që gjatë gjithë kohës përpiqen të mbajnë këtu dhe mos dalësh kur nga ferma. Sepse Descartes thoshte në një nga shkrimet e tij se unë arrita të dyshoja në gjithçka që mendoja dhe kjo ishte rruga e parë që unë fillova të kuptoja të vërtetën. Dyshova te nëna, te babai, te motra, te vllai, te çdo gjë që më rrethonte, te lulja, te jetat, te aromat, te ngjyrat. Sepse të gjitha këto ai mendonte se demonin në thonjza ose arkonët janë ata që kontrollojnë dhe në një nga shkrimet okulte dhe ezoterike unë kam lexuar se thuhet se me pikpamje gnostike kjo, po e theksoj, në momentin që njerëzit vdesin, është momenti ku ti mund të dalësh nga ferma. Dhe arkonët nuk të lejojnë duke të bërë gjithmonë të njëjtën lloj eksperience, siç e përjetojnë të gjithë njerëzit, ku thonë edhe ata që përjetojnë ato eksperiencat e vogla ose që vdesin përkohësisht, eksperiencat afër vdekjes që njihen ndryshe, dhe thonë se pam një tunel, një dritë të madhe dhe kjo sipas studimeve të gnostikëve thuhet se kjo është rruga ku ata të ndalojnë që ti të dalësh në realitetin fizik. Dhe të kthejnë në sërish këtu duke të manipuluar me metoda të ndryshme, duke të shfaqur personin tënd të dashur sepse ata jetojnë me miliarda vite dhe ata e dinë jetën tënde si një film, dhe të bëjnë këtë që ti të mos çlirohesh, sepse nëse ti çlirohesh ata fillojnë të humbin energjinë e tyre dhe fillojnë të shuajnë këtë lloj simulimi. Një aspekt tjetër i simulimit është se këta arkonët janë qenie të cilat i përkasin një qytetërimi të avancuar dhe këta jetojnë me atë aspektin ton shpirtëror ose i cili njihet ndryshe si hatma, me atë pjesën ton të brendshme. Në një nga librat shumë tërheqës dhe shumë pikant që unë do t'ja u rekomandoj për këta njerëzit që janë vërtet pak dyshues dhe duan ta zhvillojnë dyshimin drejt kësaj fushë, sepse kjo nuk është për të gjithë sigurisht, dhe unë i qëndroj gjithmonë fjalës që nga koncepti se kjo është një teori, nuk është e vërtetuar, është një amëndësim nga mendjet e ndritura, nga filozof, nga shkencëtar, ku ata tregojnë se mund të jetë edhe kështu, ne mund të jetojmë në një simulim. Dhe një nga këta është edhe i madhi Corrado Malanga, ku në librin Alieni dhe Demoni flet për këto qenie të cilat nuk janë fizike, por jetojnë brenda trupave tanë dhe ky i quan këta demoni në thonjza, por nuk janë demon, duke bërë në një nga
shkrimet e tij, ai tregon se duke bërë hipnozë regresive, takon një nga këto qenjet ku i tregon për shumë gjëra, për qytetrimet, për jetën më përpara, si këta kanë jetuar dhe pse jetojnë brenda trupit të njerëzve, sepse trupi i njeriu çliron një lloj energjie të cilin ata e kultivojnë dhe jetojnë, sepse pa ata nuk mund të jetojnë, si mushkonja që do gjak. Ata nuk janë të dëmshëm thot Corrado Malanga, por e kanë të pamundur të jetojnë jashtë trupave tanë, sepse ata vdesin. Dhe kështu ata mbahen nëpërmjet nesh, komunikojnë nëpërmjet ëndrave tona dhe shumë pak njerëz kanë arritur të gjejnë një gjuhë komunikimi me ta. Një prej tyre është një Amerikan, emri të cilit nuk po më kujtohet tani, dhe ai kishte një kontakt me një nga këto qenie, ku i tregonte se vinte nga një yjsi tjetër dhe i tregonte se kishte emrin Bashir. Dhe këtij Amerikanit ky i ka treguar shumë gjëra për qytetrimin, ku në qytetrimin nga ai vinte, atje nuk kanë familje, jetojnë në grupe shumë të mëdhaja, kanë armoni shumë të madhe, nuk luftojnë kurrë, përpiqen gjatë gjithë kohës të kenë paqen, i ka mësuar parimet universale se si funksionojnë në planin ton, në dimensionin ton të katërt, që përfshihet dhe koha. Dhe unë jem i sinqert që nuk jam drejt për së drejti përqafues i kësaj, por më ka prekur dhe më ka bërë që të dyshoj pak. Megjithatë, të dyshoj pak dhe gjithashtu pres dhe përgjigje dhe pikpamjet e juaja për këtë pjesë. Kjo është pjesa e parë që unë po flas, dhe do të kem dhe një pjesë të dytë ku do të shpërndaj edhe disa materiale të tjera shumë të vlefshme, ku do të kemi një detajim mbi arkonët dhe mbi pjesën e Zotit të Remi, i cili njihet si Demiurgu. Ju përshëndes dhe ju uroj të mira. Faleminderit që ishit pjesë e imja edhe sot. Tung.